Unë jam Visari, këto janë 10 përgjigjet e mia për Yellow Talks. Kur e kuptove që futbolli nuk ishte thjesht lojë për ty, por misioni yt. Futbolli nuk mund të them që mund ta kuptosh shumë herë që nuk është thjesht lojë, por nëse vazhdon me stërvit pa mungesa dhe me përpikmëri, atëherë vetë rrjedha e stërvitjeve të dërgon tek ajo pjesa që mendon se a do të vazhdosh vetëm të argëtohesh apo ta zgjedhësh edhe si profesion. Cili ka qenë momenti më i vështirë që pothuajse ta ka ndryshuar drejtimin e jetës? Nuk mundem me thonë që kom pas ndonjë moment të vështirë, shumë të vështirë në karrierë, ndonjë lëndim të madh ose diçka, por unë besoj që lëndimet edhe ndonjë aksident diçka që të ndalon prej futbollit, ajo mundet me qenë si ndoshta një moment i vështirë që të bën ta mendosh, por unë mendoj që gjithmonë duhet me gjetë atë motivimin edhe shpresën për me vazhdu tutje. A ka pasur njerëz që të kanë thënë s'ke me ja dal, si ke dëshmuar të kundërtën? Gjithmonë ka njerëz që ta duan të mirën, sidomos familja, rreth i afërt, por edhe njerëz të tjerë që ndoshta nuk e duan suksesin tënd. Megjithatë, duhet të punosh fort. Edhe un kam pas një moment kur më shton se kur kam desh me bën një transfer jashtë Kosovës, më shton se nuk i ke cilësitë e mjaftueshme, mirë po ja kam dalë dhe e kam dëshmuar të kundërtën. Cili është sekreti yt që në ndeshje të mëdha del gjithmonë me mentalitet fituesi? Atëherë, kur je i përgatitur fizikisht mirë edhe mentalisht si duhet për çfarë do lloj kundërshtari, unë mendoj që gjithmonë ose në shumtën e rasteve del fitues, por duke llogaritur që futbolli është lojë ekipore, atëherë duhet edhe pjesa tjetër ta bëjnë të njëjtën gjë. Na tregon një moment që s'do ta harrosh kurrë, një gol, një humbje ose një premtim që ja ke bërë vetes. Një moment të vështirë do ta tregoj që pas transferimit tim në Francë, në Kupën e Francës, në 16-ën e finales ka qenë ndeshja shorti inauguri përballë Paris Saint-Germainit dhe ka qenë ndeshja e karrierës. Megjithatë, ndoshta për fat të keq timin 3 ditë para ndeshjes jam lëndu, në fakt kam marrë një goditje nga një bashkëlojtar i imi dhe ma ka pamundësuar që të jem fushën e blerë. Kam qenë në 18-shën e rezervistëve, por nuk kam mundur të jem asnjë minutë brenda fushës së lojës. Sa presion ka të jesh ndër futbollistët më të mirë të vendit dhe si e menaxhon atë? Presionin mund të them që në Kosovë nuk është shumë i madh, më shumë është ndoshta prej anës klubit për shkak të pagesave, sidomos tash në këtë kohën tonë, që pagesat e futbollistëve janë goxha të mira. Megjithatë, atë e menaxhon duke qenë shumë i disiplinuar, duke menduar për futbollin, duke punuar në atë drejtim, jo vetëm brenda fushës, por edhe jashtë saj. Në fushë, kush ka qenë kundërshtari që ta ka vështirësuar më së shumti lojën? Mendoj që kundërshtari që ta vështirëson më së shumti lojën është vetja jote, për shkak se në momentin që nuk je i përgatitur në atë çfarë thash edhe më herët, edhe fizikisht edhe psiqikisht për një ndeshje ose për një kampionat, atëherë kemi hasur vështirësi të ndryshme për shkak se futbolli don shumë angazhim dhe gjatë angazhimit, vrapimit dhe dueleve mund të plotësosh lëndime nëse nuk je i përgatitur si duhet edhe në anën fizike edhe në atë të muskulaturës. Në futbollin kosovar, cila është gjëja që mendon se duhet ndryshuar menjëherë për të ngritur nivelin? Atëherë ajo që duhet ndryshoj menjëherë është infrastruktura, për shkak se kemi një infrastrukturë jo shumë të mirë, për të mos thënë të dobët, terrenet artificiale që megjithatë po ndërtohen, por nuk janë ndoshta të cilësisë më të mirë të mundshme. Dhe pjesa tjetër është edhe mendësia e futbollistëve që tani që kanë filluar të paguhen mirë, atëherë duhet mendojnë shumë më shumë për futbollin dhe të jenë shumë më të përgatitur për ta arsyetuar edhe qoftë edhe atë pak që e marrin. Shumë të rinj duan të bëhen si ti, por çfarë nuk shohin ata prapa suksesit tënd? Shumë të rinj duan të bëhen, nuk shohin ndoshta atë pjesën e sakrificës edhe të disiplinës që duhet pasur për të bërë një futbollist. Unë edhe si trajner shpesh ju them edhe gjeneratave të cilat i ushtroj se për të bërë futbollist duhet të sakrifikojnë, duhet që të lënë diçka anash, ndonjë dëshirë, ndonjë ditëlindje, ndonjë udhtim për të ju përkushtuar shumë më shumë futbollit. Dhe jo se kjo të siguron që do të arrish, por të paktën është diçka që ti e ke provuar dhe nëse ke një cak për të arritur, besoj që shumë më lehtë do të arrish aty. Cila është ëndra jote e madhe që ende se ke realizuar, por beson se do të ndodhë? Ëndra ime, ndoshta mund të them në cilën edhe jam duke punuar, është që të bëhem trajner
pari këtu në Kosovë, ta dëshmoj veten në ekipe të ndryshme edhe të Superligës, duhet filluar, jam i vetëdijshëm që duhet filluar nga ekipe ndoshta edhe në rangut më të ulët, megjithatë të arrijnë ekipet senior të Superligës së Kosovës dhe ndoshta pas një kohe, pas një periudhe, pse jo të provoj veten edhe jashtë Kosovës.